vitin e kaluar. Është gjithmonë bukur të hysh në sezon të ri me miqt e vjetër. Dhe Qiko është rrugës për në shtëpinë e Krashit për ta sulmuar vitin e ri. Por unë nuk do të sulmoj askënd. Nuk e mendova atë, por mirë, a thua çfarë surpriza të festave ka planifikuar Krashi për shokët e tij këtë vit? Kush është? Është Qiko. Përshëndetje Krash, ta festojmë festën, ë? Masir, më duhet 1 minutë. Dakord. Ha? Qiko, ke pamje të re? Krashi nuk më lejon të hy. Mendoj se është i zënë me diçka ose... A i ti e ti zënë? Hape! Krash, jashtë është acar. Nuk mund të hap derën. Nëse e hap, viti i vjetër do të ikë. Kurse ende nuk i kam realizuar planet nga viti i kaluar. Jo se planet tua nuk janë të rëndësishme, por a mund të na lejosh të hyjmë brenda? Mirë, por bëjeni shpejt. Karotat, ju thash se do të ikë. Është viti i vjetër, duhet ta kapim. Ndaj! Kthehu këtu. Plak, kthehu. Gazuar festat! Eja këtu e kapu. Largohuni! Çfarë keni ju? Prisni, është vetëm Karline. Unë nxituam pak me këtë. Menduam se ti ishe viti i vjetër. Po, nuk jam aq i vjetër. Zot shtetojnë gjatë. Pra, nuk doni që viti i vjetër të zhduket. Dhe kështu do ta ndalojmë. Na duhet një plan veprimi i organizuar. Roza, bëj kujdes në të majt dhe të dritaret. Do kotiruaj e portën. Qiko, patrullo për para. Unë di një mënyrë shumë kreative, se si ti ruaj kohët e mira brenda, dhe asgjë të mos del jashtë. Ditët po në zgjaten, kurse netët bëhen kur. Nuk do ta lëm vitin të kaloj, sepse flaka po diqet akoma. Do të jemi afër dhe do ta kapim, mos u pikloni. Viti i ri do të pres pak, sepse i vjetri ka gjëra të rëndësishme. Ka gjëra të rëndësishme, ha? Sa befasi e bukur. Të gjithë së bashku këndon këngë në dobor. Çfarë pemë e bukur për Krishtlindje. Kam disa dekorata për të. Tani mund të presit që të vi viti i ri. Por ende nuk duam që viti i ri të vi. Duhet ta mbajmë vitin e vjetër. Le ta ruaj dikush tjetër. Askush nuk tha që na duhet ta bëjmë këtë. Po ku do të gjejmë Rika? Është vonë. Do të bëjmë roje prebore. Ide e bukur. Planet tona nga e kaluara nuk na shqetësojnë më. Do të bëjmë dorëles për këtë vit dhe gjërat do të rrjedhin. Thamë se do të bënim shumë, kurse mund të themi pak. Por për këtë është viti i ri. Nuk duam t'ju gënjejmë. Nuk duam t'ju gënjejmë. Nuk duam t'ju gënjejmë. T'ju Gënjejmë. Po. Gënjejmë. Qëllimet e tua? Jam përmbushur. Ha! Vendimi numër 14, të rris një rënkëmb. Ende kam vetëm 2. Nuk kam përmbushur asnjë qëllim. Vetëm më thuaj se këto janë vendimet për vitin e ardhshëm. Por çfarë do të ndodh me vitin e vjetër atëherë? Çfarë mendon ti? Vitet e vjetra ashtu duke. Ashtu është.
Vitin e ri. Për aventurat e reja. Dhe për çdo gjë.